Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala me urësinë e tij i ka veçuar dhe i ka dalluar 10 ditë nga të gjitha ditët e vitit. Dhe s'ka dyshim që ato janë 10 ditët e para të muajit që sa për pak do të hyjmë, pra që është prej muajve të shenjtë, muaji Dhulhixhe. Janë 10 ditët më të arta, më të vlefshme, më të mira të vitit. Pejgamberi i dashur sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin e saktë, nuk ka ditë ku puna e mirë, vepra e mirë është më e dashur tek Allahu se sa në këto 10 ditë. Pra çdo punë që ti e bën të mirë në këto 10 ditë është më e vlefshme, më e rëndësishme se punë që do të bëje në ditët e tjera të zakonshme. Prej veprave më të mira janë agjërimi, vullnetar nafile, dhikri të përmendurit e Allahu xhele xhelalu, leximi i Kur'anit, shtimi i namazit, dhënia e sadakas, bamirësia ndaj krijesave, nga se këto vepra të mira të afrojnë tek Allahu xhele xhelalu. Vepra e mirë në këto 10 ditë është më me vlerë se sa veprat e bëra në 10 ditë të fundit të Ramazanit. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përforcuar këtë ku tha, nuk ka ditë ku puna e mirë është më e dashur tek Allahu xhele xhelalu se sa në këto 10 ditë.